Me emrin e Allahut, gjithë mëshirshëm të mëshirëplotit. Gjitha falenderimet janë për të madhin Zot, për shëndetjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në fillimin e ajetit 136 të surës An-Nisa, Allahu xhalla shanuhu thot: Ja eyyuhalladhina amanu aminu. O ju të cilët keni besu, besoni. Nëse nalëm edhe meditojmë rreth këtij ajeti kuranor, shohim që i madhi Zot po kërkon prej neve një lloj besimi diçka më të veçantë, ose sikur nuk është i mjaftueshëm që besimtari apo njeriu me thonë unë e kam besimin e rëndomt ose besimin e zakont, mirë po i madhi Zot po kërkon një lloj besimi diçka më të veçantë. Nëse nalëm edhe shqyqojmë në aspektin gjësur fjala iman, që përdoret në gjuhën arabe, është për qëllim një lloj sigurie, një lloj garance. Ky është kuptimi gjësur i fjalës iman apo fjalës besim. Disa prej dietarëve musliman thonë që me fjalën iman është për qëllim njeriu me fitu garanci ose me ofru garanci edhe njerëzve tjerë. Nuk është besimtar ai i cili pretendon edhe thot që unë jam besimtar për vetvete, mirë po krahas besimit të vetë që e ka në Zotin, në angjujt, në librat, në pejgamberët, në ditën e fundit, ai gjithashtu ju ofron siguri edhe njerëzve tjerë. Edhe sikur i madhi Zot po don me na tregu që nuk mjafton thjesht vetëm pretendimi me pretendu që jemi besimtar, mirë po besimin duhet me shoqëru edhe me vepra dhe me gjëra tjera të cilat kanë impakt në shoqëni, kanë impakt tek njerëzit tjerë, edhe në formë ne ju ofrojmë diçka tjetër edhe njerëzve tjerë. Nëse nalim edhe shqyqojmë gjatë Kur'anit, shumicën e ajeteve në Kur'an kur përmenet besimi, përmenet besimi i shoqëruar edhe me vepra. Për shembull në surën Al-Asr, surja e kohës, që është njëra prej surave më të shkurtra në Kur'an, i madhi Zot thot, me të vërtetë njeriu është në humbje të sigurt. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Thot me përjashtim të atyre të cilët kanë besu edhe kanë bë vepra të mira. Do thot çdo kund në Kur'an kur përmendet besimi shoqërohet në mënyrë automatike edhe me vepra të mira. Nuk mjafton që ose nuk është sado i mjaftueshëm me thonë që unë vetëm besoj, mirë po duhet me shoqëru edhe me punë edhe me vepra të mira. Kur fol pejgamberi a.s. në një hadith për besimtarin edhe për muslimanin, pejgamberi a.s. thot besimtar është ai i cili nga dora edhe nga gjuha të cilit janë të mbrojtur njerëzit tjerë. Tash pejgamberi a.s. i ka përmend dy gjymtyr të njeriut, e ka përmend dorën edhe e ka përmend gjuhën. Kur përmendet dora është për qëllim çdo lloj damtimi fizik që mundu me ju bë njerëz, ose s'kush me qenë vetëm me dorë, mund me qenë edhe me gjymtyr tjera të trupit. Mirë po, kur përmendet gjuha, është për qëllim damtime të cilat mundu me ja bë në aspektin emocional njeriu ose me ja bë tjetër, qoftë ajo përmes shkrimit, qoftë ajo përmes të shprehurit, qoftë ajo, mirë po përmenden këto dy gjymtyr për me përshkru ose për me dallu dy lloje të damtimeve që mundu me ju bë njerëzve, e përmendëm më herët që iman apo besim do me thonë me ju ofru garanci dhe siguri tjerve. Imani nuk është ai i cili duhet me mjaftu vetëm tek njeriu, mirë po iman është ai i cili e tejkalon njeriu, futet tek njeriu, pushon zemrën e njeriu, mirë po kalon efekti dhe ndikimi i saj në aspektin pozitiv edhe largimit nga të këqijat
i depërton edhe i përfshin edhe njerëzit tjerë, edhe në këtë formë realizohet kuptimi i thirrjes të Madhit Zot, ku thot: o ju të cilët keni besu, besoni me një besim të cilën e kërkon i Madhi Zot prej neve. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.